Kosi në mëngjes të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet fare lehtë me shije të ndryshme. Kosi mund të kombinohet me tëmbla të kripura në mëngjes, në drekë ose edhe në darkë për një vakt të lehtë dhe gjithashtu më të shpejtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, vitamina siç janë vitamina B2 dhe vitamina B12, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja të përgjithshme. Përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të ofrojë një sër vlerash të rëndësishme në rritjen e përfitimeve të trupit. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi në mënyrë të rregullt i kosit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi si fillim do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen duke u konsumuar veçanërisht në mëngjes, do të mbrojë sistemin tretës nga toksinat gjithashtu edhe nga bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar gjithashtu dhe inflamacionet dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për rritjen e imunitetit në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, gjithashtu edhe ta bëjë atë akoma dhe më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të tilla siç është zinku, magnezi dhe seleniumi, të dobishme për rritjen e vlerave të trupit. Tensioni i lartë i gjakut do të stabilizohet. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e organeve të tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Nëse doni kocka të forta, përfshiheni kosin në menunët tuaj ushqyese. Një filxhan me kos do të ofrojë 275 mg me kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumoni kos në mëngjes, u keni dhënë kockave edhe sasinë e duhur për të forcuar edhe nivelin e mineraleve të tyre. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër bakterieve të këqija në stomak. Kosi përmban probiotik, element të tillë të cilët do të eliminojnë mikroorganizmat nga sistemet tretëse. Nëse vuani kryesisht nga fryrja në stomak ose diarrea, është e këshillueshme të përfshini kosin në menunët tuaj ushqyese, kjo për shkak të përfitimeve ushqyese që ai do të ofrojë në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Kohët e fundit është treguar se kosi mund të japë një zgjidhje shumë të mirë edhe për të përmirësuar aktivitetin fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që na duhen për të uri më këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Përfshirja e kosit në dietën tuaj është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të alergjive. Të vegjëlit e grave shtatzane të cilët konsumojnë kosin në mënyrë të rregullt në dietën e tyre do të kenë më pak alergji dhe gjithashtu do të rrisin shëndetin e përgjithshëm. Përfshirja e kosit në menunët tuaj ditore do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të humbisni kilogramat e tepërt, atëherë kosi duhet të jetë një zgjidhje produktive në dobi të shëndetit tuaj. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër konsumi i tij do të përmirësojë edhe prodhimin e qelizave të kortizolit që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë produktive edhe kundër kaviteteve në gojë. Konsumi i kosit në mënyrë të rregullt mund të mbrojë mishrat e dhëmbëve tuaj nga ushqimet dhe bakteriet, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj dhe duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Përfshiheni kosin vazhdimisht në dietën tuaj duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese dhe mineralet që ai ofron. Kosi është i mbushur me lëndë ushqyese shumë të rëndësishme, të cilat i nevojiten në shëndetit tuaj, citojnë në studimet. Përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese thelbësore për mbrojtjen e organizmit. Kosi është i pasur me kalcium, disa vitamina B dhe minerale. Vetëm një filxhan i tij ofron gjysmën e nevojës ditore për kalcium. Ai është i mbushur me vitamina B, të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve në zemër. Kosi është po ashtu i pasur me fosfor, magnez dhe kalium.
Kosi është i pasur edhe me proteina cilësore. Proteinat e rrisin prodhimin e hormoneve që ju tregojnë se jeni të ngopur. Kjo ndihmon gjithashtu në rregullimin e oreksit tuaj dhe ju jep një ndihmë edhe në humbjen e peshës. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Kosi mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Ai ndihmon gjithashtu edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe rrit lipoproteinën me dëndësi të lartë. Kosi mund t'ju ndihmojë në parandalimin e osteoporozës. Kosi është i pasur me kalcium, fosfor dhe kalium. Të gjitha këto janë materiale esenciale për shëndetin e kockave dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të osteoporozës. Përfshijeni kosin në dietën tuaj për të përmirësuar sistemet tuaja imunitare. Kosi përmban probiotik, bakterie të cilat ndihmojnë kundër inflamacioneve dhe rrisin përfitimet e trupit tuaj, citon studimi. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e këtij minerali, atëherë shtoni kosin me patjetër në dietën tuaj. Përfshirja e kosit në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një element plus për rritjen e përfitimeve të trupit. Ndaj kosi duhet të jetë sa më natyral i përgatitur edhe vetë në shtëpi për të marrë një sër efektesh të mira për shëndetin e përgjithshëm. Përfshirja e kosit mund të ulë rrezikun e ataku në zemër me të paktën 30% të njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Të dhënat e një studimi në Universitetin e Bostonit konfirmojnë se kosi të paktën 2 racione çdo javë do të ulë rrezikun e sëmundjeve në zemër te femrat e prekura kryesisht nga hipertensioni. E njëjta sasi e rrezikut do të ulë gjithashtu edhe problemet e sëmundjeve në zemër te meshkujt me 19%. Shkencëtarët analizuan 55.900 veta të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 12.238 burra të moshave nga 40 në 75 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësit në studim vuanin ose ishin të prekur nga tensioni. Kosi pati përmirësime të ndjeshme edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Studiuesit konfirmojnë se konsumi i kosit mund t'i jap element pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj kardiovaskular dhe të parandalojë gjithashtu problemet që i kanosen atij. Sigurohuni të përfshini kos sa më natyral në dietat tuaja, pasi vetëm kështu do të nxisni një organizëm të jetë më i shëndetshëm dhe të mbajë larg gjithashtu problemet që lidhen me shëndetin e zemrës. Të mirat që i vinë në shëndetit tuaj nga konsumi i kosit në mënyrë të përditshme mund të përbëjnë ndryshime thelbësore në të mirë të shëndetit. Gjithashtu edhe përfshirja e tij mund të zgjidhë një sër elementësh pozitiv edhe falë vitaminës D që gjenden me shumicë. Studiuesit konfirmojnë se vitamina D që gjendet te kosi mund të luajë një rol parandalues kundër komplikacioneve të shëndetit tuaj dhe të mbajë nën kontroll edhe luhatit e tij. Sigurohuni të përfshini sa më shumë kos natyral në dietën tuaj. Deri në 50 ml minimumi dhe 500 ml maksimumi mund të jenë një zgjidhje produktive në dobi të shëndetit tuaj. Kosi në mënyrë të përditshme brenda normave të lejuar do të japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit, citon Step to Health. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja në mënyrë të përgjithshme. Përfitimet e kosit janë në disa herë edhe pse nuk janë të njohur plotësisht me to. Përveç kalciumit dhe proteinave cilësore, kosi do të ofrojë element të mirë ushqyes në betejën kundër një sër komplikacionesh dhe mbi të gjitha do të mbajë larg problemet që i kanosin shëndetit tuaj, citojnë studimet. Gjithashtu të mirat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj kosi do të bëjnë ndryshime parësore edhe në dietën tuaj të rregullt. Sigurohuni të konsumoni kos natyral në mënyrë të rregullt dhe arsyet që do të bëjnë një nxitje të mirë të organizmit do të bëjnë gjithashtu edhe ndryshime thelbësore në betejën kundër komplikacioneve. Sipas studimeve, konsumi i rregullt i kosit dhe produkteve të qumshtit me pak yndyrë na mbron kundër rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipit 2. Një studim i vjetëri më shumë se 120.000 personave, të cilët nuk ishin obez, tregoi se përfshirja e kosit në dietën e tyre pati rezultate produktive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të merrni të mirat e kosit në dietën tuaj, mos nguroni ta bëni pjesë prezente në mënyrë të rregullt edhe ta konsumoni atë çdo ditë. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë e cila mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të shëndetit, ndaj mos nguroni ta konsumoni në mënyrë të rregullt. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.